Studentët të shfaqin pa kënaqësinë e heqjes së masterit profesional dhe ndaj kriterit të mesatares. Gotë të martë kanë qenë studentët e Universitetit Bujqësor të Kamzës, të cilët kërkuan shpjegime në Ministrinë e Arsimit pse është hequr masteri profesional dhe pse duhet të ketë një notë mesatare 7 për të hyrë në një master shkencor ku kuotat janë të pakta. Tani na kanë thënë domethënë që do hiqet masteri profesional, është vetëm shkencori dhe vetëm për shkencorin janë vetëm 35 kuota. Nga 150 studentë që mund të jenë domethënë të degëston, edhe mesatarja është mbi 7 dhe domethënë ne studentat kërkojmë që të hapet, të rikthehet masteri profesional, që të kemi edhe ne të drejtën e shkollimit. Heqja e mesatarës për masterin profesional, siç ka qenë më përpara, që kishin të drejtë të gjithë studentët që të studionin për ciklin e dytë. Ne nuk na japin asnjë lloj informacioni, kemi kërkuar te rektori i shkollës, te dekani, asnjë thon nuk kemi asnjë përgjigje, kemi bërë kërkesa. I bie që një pjesë shumë e mirë e jona në Universitetin Bujqësor të Tiranës të ngelmi gjithë pa shkollë. Ministri i Arsimit një ditë më parë tha se mesatarja do të hiqet, ndërsa për rastin e studentëve në fjalë u ka dhënë shpjegime përkatëse për shqetësimin që ngritën. Ministria tha se studentët janë takuar me zyrtar të këtij institucioni dhe se ky propozim ka ardhur shumë vonë. Gjithsesi, Ministria e Arsimit u tregua e gatshme për të bërë edhe një herë propozimin për hapjen e masterave profesional në këtë universitet.